Si rezultati i veprimeve të shpejta hetimore dhe ndjekjes pa ndërprerje të kryer nga specialistë për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër në bashkëpunim me sektorin për krime të rënda, me mbështetjen e forcës së posaçme Shqiponja dhe në ndërtimin e prokurisë Shkodër, në kuadër të operacionit policor të koduar reagimi, u identifikua dhe u arrestua shtetasi MM, 24 vjeç, banues në fshatin Guci Re, i cili ishte fshehur në tavanin e banesës së tij për dyshmangur policisë. Ky shtetas dyshohet se mbrëmjen e dieshme në lagjin Vasil Shanto, duke kërcënuar me një mjet prerëstik, ka tentuar të vjedhë me dhunë në filialin e postës shqiptare. Gjatë largimit ka thyer xhamin e sportelit dhe është larguar me një biçikletë të vjedhur. Gjithashtu pak minuta më pas, dyshohet se ka tentuar sërish me kërcënimin e mjetit prerëstik të vjedhë me dhunë një subjekt market në lagjin Fari Ramadani. Gjatë largimit në lagjin Skënderbeg, dyshohet se ka vjedhur një biçikletë tjetër. Shërbimet e policisë gjatë kontrollit të banesës së këtij shtetasi i gjetën dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale rroba që ka përdorur gjatë kryerjes së veprës penale, si dhe biçikletat e vjedhura. Materialet përstoriale ju referuan prokurisë pranë gjykatës së shkallës së parë të judisit të përgjithshëm Shkodër për veprat penale, vjedhja bankave dhe arkave të kursimit, e mbetur në tentativë, vjedhja me dhunë, vjedhja dhe prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armë të ftohta.